Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ndarjen nga jeta në mënyrë krejt papritur të këngëtarit njohur Shpat Kasapi dhe për të biseduar mbi këtë ngjarje mjaft të rëndë, duhet të thënë që këngëtari i njohur u nda krejt papritur nga jeta. Ne kemi të ftuar një aktor mjaft i njohur shqiptar i cili jeton dhe punon në New York të Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç është zoti Marko Caka. Zoti Caka, përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Caka, ju jeni një nga po themi njerëzit ose protagonistët që jeni një aktor i njohur në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe keni jetuar më parë në Greqi. Dhe unë jam nisur nga një status i juaj në Facebook se si e kishit njohur këngëtarin e njohur Shpat Kasapi. A mund na rrëfeni se si ka qenë njohja juaj fillestare me të dhe më pas edhe ajo që ju ka tronditur, duhet thënë, me ndarjen e tij krejt papritur nga jeta? Po, spari ju shpreh ngushëllim të gjithë familjes të tij dhe të gjithë të afërmit të tjerë dhe dashurët e tij për një humbje kaq të papritur e befasishme. Nuk e imagjinoj dot tani në një moshë të tillë dhe tek një artist që ishte ai, me shumë shpresa, me shumë optimizëm për jetën, dhe një ndarje kaq e papritur është befasi për të gjithë. Prandaj gjithë ju shpreh ngushëllimet. Tani vim tek ajo njohja me Shpatin. Sigurisht janë kaluar shumë vite. Flasim pothuajse po vjen bëhet 20 vite, kur ai sapo kishte nisur karrierën. E mirë mund të themi, një karrierë për një këngëtar shqiptar është shumë brillante për të, sepse e nisi nga një organizim që pati Top Festi i viteve të dekadës 2000-shit, dhe që aty nisi ajo, po unë nuk mund të flas tani për nisën sepse flet vetë jeta e tij edhe historia që ka lënë, por unë mund të flas takimin që kam pasur me të. Janë pothuajse pak vite pasi kishin nisur ai karrierën, dhe mund të them ishte viti 2007, mos gabohem. Ai kishte për të dhënë një koncert të parë në Athinë, para emigrantëve shqiptarë spari, por edhe grekëve që cilët siç rezultoi morën pjesë goxha dhe ishte e mbushur salla tej plot, domethënë sipas organizatorëve, sa s'kishin vende, por s'kishin ndodhur ndonjëherë, domethënë s'kishin vende për të hyrë brenda. Dhe këtë krijoi Shpat Kasapi me atë performancën e tij. Unë e njoha, domethënë si një gazetar, them, sepse kisha nevojë për një këngëtar i cili po kërkonte të sfidonte pothuajse Greqinë pra një event huaj, dhe kishim nevojë edhe për një aktor të tillë, domethënë artist të tillë për të na bërë sa më shumë, domethënë krenar të gjithë shqiptarët që ishin në Greqi me performancën e tij, se kishte nisur një këngëtar që kishte shumë kualitete, domethënë të muzikës së tij, të përpunuar domethënë me shqiptare, folk, pop, gjitha bashkë. Edhe po e kam njohur në Athinë. Takimi i parë me la përshtypjen e një djali shumë të sjellshëm, shumë i edukuar, dhe të bënte domethënë që të ndiheje mirë në lidhje me, ishte djalë i ri, se flasim rreth 20 e pak, nuk ishte aq, por shumë i sjellshëm, edhe me fliste për atë ëndrat e tij. Muzika ishte gjithçka për atë. Ishte hera e parë që përjetonte
flasi greqin, Athinën, dhe kishte emocione. Por unë duke pa, me qenë se organizatorët kishin një marrëdhënie shumë të mirë me të dhe donin që ta performonin, t'i bënin me tepër, një promovonin, më të thashë. Edhe unë sugjerova se është momenti më i bukur që shpatin ta prezantojmë edhe para publikut grek. Nuk është fjala vetëm për Shqipëri e trevat e shqiptare, po Greqia ka nevojë për një këngëtar të tillë, i cili domethënë jo vetëm ndihmon imazhin e tij, por ndihmon edhe të shqiptarëve për treguar se shqiptari nuk është vetëm një punëtor fisnik që punon, si thoshin grekët në atë kohë me rokamata, me ditën e punës, por ka brenda edhe artin, ka edhe sportin, ka gjithçka që ne na kanë përfaqësuar edhe me dignitet. Kështu që ishte një mundësi e mirë për artin, për muzikën, që ai të depërtonte brenda në televizionin grek. Dhe besoj se arritëm. Duke mbetur pikërisht te kjo pikë, si e priti publiku grek prezantimin e Shpat Kasapit me këngën e tij për një audiencë kretëre, duhet thënë në atë kohë? Po, përpara se të vinte kjo, duhet ta prezantoje paktën tek njerëzit, tek moderatorët që kishin emisionin, një ndër emisionet më të shikueshme, sidomos në pjesën e mëngjesit, se neve kjo na interesonte më shumë, për arsye se ai darkën e kishte me organizimin e koncertit, dhe mëngjesi ishte mënyra më e mirë për ta promovuar, por për t'u prezantuar para publikut grek, sepse është një orar që shumica e argëtohen, domethënë me emisionin e mëngjesit Projno Kafe, quhej, në Antena. Do të thënë se Antena ishte, se nuk e kam parasysh tani, se u bën shumë vite, po në atë kohë Antena ishte një nga pak televizionet elitare të greke, e cila kishte shikueshmërinë shumë të madhe, edhe emisioni i tyre i mëngjesit për një kafe, e cila ishte drejtuar më parë nga një moderatore, edhe ajo e njohur, por në atë kohë ishte Eleonora Maleti, e cila sot është parlamentare europiane, anëtare e Parlamentit Evropian, të cilës ja propozova këtë mundësi, edhe e priti me shumë nësi, edhe tha është ideja më e mirë kjo, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë që të prezantojmë një këngëtar të stilit të tij përpara një publiku kaq të madh. Edhe dalja në televizion i surprizoi atë. Kishim një problem të vogël për arsye se ai fliste anglishtën, gjithashtu fliste edhe vetë moderatorja, por nuk e donin bisedën në anglisht, e donin në greqisht. Edhe i thash ai nuk flet dot greqisht, por më tha mund ta bësh ti, thash, të lutem, është një përgjegjësi ajo, se unë mund të flas greqishtën, flas me atë formën time, por jo në formën profesionale, siç është një përkthyes. Por tha, pak muhabet do bëjmë se ne do ja lëm vendin këngës, edhe kështu që nuk do hyjnë shumë gjëra në detaje për të patur nevojë një përkthim dinjitos. Por me atë sa pata mundësi unë, shkoi shumë mirë biseda, edhe dha këngën e parë, një këngë që i surprizoi jo vetëm aty në studio, por edhe publikun që kishin ardhur mesazhe, nuk e dinim se kishte shqiptar të tjerë, shqiptar të tillë kalibri që prezantohet kaq mirë, dhe me mënyrën se ishte edhe një muzikë e një ritmit edhe që përshtatej muzikës greke, edhe madje edhe këngëtarit të tyre më popullor që e kanë, Sakis Ruvas, që ka prezantuar edhe Eurovision në Greqi. E kjo ishte mundësia, pritja më e mirë që i bëri publiku, audienca greke,
një këngëtar shqiptar, të gjithë e komplimentonin për paraqitin e tij, sepse ç'është e vërteta, ishte një këngëtar që përveç zërit ishte edhe një performancë, një rolin e një mashkullori shqiptar që domethënë ju ambush syrin, mund të themi me atë grekëve për të thënë se ja dhe shqiptarët janë përveç të mendjes, të punës, janë edhe të paraqitjes jashtme. Ashtu edhe kjo ishte shumë surprizuese për gjithë publikun grek. A ishte ky një moment që ndryshoi rrënjësisht dhe një herë për gjithmonë karrierën e Shpat Kasapit, duke bërë atë një figurë jo vetëm të dashur për shqiptarët, por edhe për vetë grekët? Patjetër, dëgjoj se Shpati ka dhënë shumë koncerte pastaj në Greqi. U bë edhe më i afrushëm, edhe u bë ishte si thjesht një hapje e një dere të kështu. Sigurisht që vitet kalojnë edhe është pak vështirë, atëherë u bë muhabet edhe për bashkëpunim të time, por kohërat, ndoshta edhe problemet, si ishte edhe problemi, ishte edhe në periudhën më të vështirë që e gjeti karrierën e Shpatit, në periudhën kur Greqia u fundos nga ekonomia, edhe nuk i binte mend jo ma për Shpatin, po si binte mend për këngëtarët që i kishin më të mirët në Greqi, për arsye se ekonomia i rrenosi, jo për pak vite, po kaluan edhe 10 vite dhe grekët nuk e gjenin veten dot. Pothuajse me të fatalizuar, mund thuash, nga kjo krizë ekonomike ishin po vetë artistët. Ata u lën pas dore për arsye të tregut, por ekonomia i dobësoi gjithë. Kështu që ishte periudha më e keqe, e kapi një moment bukur, por për të thënë Shpati për të hyrë në bashkëpunime me artistët, me këngëtarët grek. Kjo ishte qëllimi. Por nuk u arrit, besoj, nuk e di çfarë ka ndodhur më vonë, po nuk u arrit vetëm për arsye të problemeve, krizës së madhe ekonomike që u shfaqi në Greqi në ato vite. Por ajo e ndihmoi shumë, për të thënë, e ndihmoi shumë, sepse grekët bashkë me shqiptarët, sepse janë bërë një familje tani, grekë e shqiptarë, do punojnë bashkë, jetojnë bashkë, janë martuar njëri tjetrin, ata e kuptonin, domethënë, muzikën e tij, e kërcenin, e vallëzonin në koncertet, në festat e tyre familjare, sidomos vallja kosovare, që ka ngelur origjinali i tij, që pothuajse sa herë që do të jetë kjo këngë, do të kujtohet vazhdimisht Shpat Kasapi. Këto ishin gjërat që i dhanë një mundësi atij për të hyrë, pothuajse në tregun grek, po thuash. Dhe është për të ardhur keq se gjendemi sot në moment ku ai nuk jeton më dhe kishte shumë për të dhënë, sepse 40 vjeç njerëzit fillojnë karrierën, jo të ndërpritet nga jeta, domethënë e pabesë, mund të them, në të rast. Zoti Caka, ju jeni pjesë e botës së artit, duke qenë se ju jeni aktor tashmë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe keni luajtur për krah disa aktorëve të mëdhej atje. Dhe duke qenë pjesë e botës së artit, cili ishte ai element artistik që ju befasoi te Shpat Kasapi dhe që më pas edhe ai e shpalosi qoftë në skenën e muzikës në këtë rast, siç e përmendët ju për publikun grek, qoftë ashtu dhe për botën e muzikës shqiptare? Është e qartë, gjithmonë në talentin që, domethënë, kur flas për Shpatin, flas tek fusha muzikës. Në muzikë, në fushën muzikës, përveç talentit që t'jep natyra tek zëri, janë edhe disa kriteret e tjera, të cilat e ndihmojnë një artist për të patur një performancë të shkëlqyer.
E kështu, siç që thashë përpara, paraqitja jashtme e ka ndihmuar shumë Shpatin në këtë rast. E plas këtë si një aktor që jam brenda në industrinë e argëtimit, kështu quhet, në industrinë e filmit, edhe një nga kriteret kryesore që kërkohet edhe aktorit është edhe paraqitja e jashtme. Domethënë plus ato favorizimit që ka në anë të aktrimit, domethënë të hyrje në karaktere. Dhe këtë po them, po lidhi tani edhe tek rasti i Shpatit. Ai kishte një fat që disa edhe e kanë, disa edhe se kanë, që gëshetohet, domethënë zëri voice, zëri bashkë me paraqitjen. Edhe me natyrën, karakterin e tij. Ai ishte një karakter i shpërthyer, e kërcente, e ndjente muzikën, domethënë e kërcente bashkë me të tjerët, domethënë. Pra, gjitha këto ndërtuan një artist që sot ka mbetur edhe gjithë e kujtojnë Shpatin për këngët të tij, domethënë që kanë qenë hit në periudha të ndryshme, edhe vallet që kërcehen me muzikën e tij, me këngën e tij, kështu që unë mendoj që ai ka qenë i kompletuar si një artist, pra një artist që donte edhe muzikën, por mos u gabosha, ai ka tentuar të hyjë edhe te filmi. Edhe ka bërë, nuk e di si çfarë, sepse nuk kam qenë në Shqipëri që ta domethënë jem nga afër me zhvillimin që ka patur ai, por me çfarë kam dëgjuar edhe më ka shkruajtur edhe një farë kohë që e pëlqente filmin edhe kërkonte që në një moment të vinte edhe në Amerikë, pse jo ta provonte veten. Por fati i keq e preu në mes gjithë atë shpresë të tij, ëndrat e tija, që mund të kishte shumë e shumë. Këtë mund të them për anën domethënë si një aktor që jam brenda botës së artit, domethënë që është i gjithë përfshirës, domethënë që është brenda muzika, domethënë aktrimi, gjitha bashkë. Cili ka qenë komunikimi juaj i fundit me Shpat Kasapin, edhe pse duhet thënë se ju jeni larguar nga Shqipëria shumë herë dhe keni pasur një angazhim mjaft intensiv sa i përket. Po, unë jam takuar me Shpatin edhe në Greqi, me ka ftuar, sepse është një djalë që nuk e vlerëson mirënjohjen, dhe e çmonte atë që çfarë unë s'kisha bërë asgjë, por sepse ai e meritonte, e çmonte domethënë ndihmesën, suportin që ishte një periudhë caktuar, pati kontaktuan, erdhi në Amerikë dhe më shkruajti, je i ftuar në koncertin tim edhe vajta, e u takuam, u shmallëm shumë, por pastaj zhvillimi që erdhen, sepse edhe unë shumë ngarkuar, se erdhi periudha që unë angazhova shumë në industrinë e filmit, edhe tentuam që të takoheshim një moment tjetër, por nuk u bën mirë për arsye të pandemisë, për arsye të domethënë ajo na prishin gjithë planin, që kishim një plan për të biseduar, se tentonte për të hyrë në botën e filmit. Edhe i thash, mund ta provosh veten, gjithnjë me shkruar në Instagram, se shkruanim në Instagram, e pse jo. Dhe domethënë këto kanë qenë momentet momentet e fundit që mund të them, komunikimin vetëm me anë të Instagramit, përveç se u takuam shumë vite përpara domethënë në një zonë të Manhattanit, aty ku do jepte koncertin ai, u takuam në një hotel dhe u shmallëm, njëri shumë mirënjohës, njëri që thash të gëzosh respekt tek ai, se është shumë djalë i edukuar edhe i sjellshëm. Më erdhi keq se ndoshta një ditë mund të kishim një fryt bashkëpunimit për ta rekomanduar, ta sugjeruar në vende ku mendoja që ai mund provonte veten dikun, por nuk
nuk ishte e shkruar. Kjo është gjithë historia, domethënë sa kemi patur kontakte të fundit me Shpatin, të cilët nuk arritën për arsye të pandemisë, kjo sepse kishim një plan aty nga vitet 2019-20, por që u shuajtën që nuk na la, edhe ai kishte ato planet e veta, projektet e tij në Shqipëri e në vende të tjera. Zoti Caka, dhe i pyetje fundit, si mendoni, cila është trashëgimia që la si këngëtar dhe si artist Shpat Kasapi në botën e muzikës ndërshqiptare, dhe nga ana tjetër, a ka lënë ai një boshllëk sa i përket pjesës së nivelit të tij artistik që vështirë se mund të mbushet në vitet në vijim? Absolutisht. Tu kemi, thash, muzika shqiptare është në zi, sepse kemi një humbje të një artisti që kishte shumë ëndra, kishte shumë për të dhënë. Ai për një periudhë, thash, pothuajse 20 vjeçare, ai la emrin e tij sa një emër sa gjithë vetëm reagimet që ka në për gjithë rrjetet sociale tregon është shumë për të thënë se kaq i njohur ishte ai, kaq i dashur ishte ai. Ai la një trashëgimi të një këngëtari që përveç vlerës së artit, pra vlerës muzikës që kishte, mbi të gjitha ishte një njeri. Ishte një djalë shumë i edukuar, një djalë që gjithmonë jepte një buzëqeshje, jepte të gjithë kolegët që flasin për te, jepte gjithmonë një kurajo, ishte i afrushëm, mundësisht edhe i ndihmonte, dhe mbi të gjitha kishte sjelljen shkëlqyeshme. Pra ishte një djalë që me gjitha gjërat ishte i kompletuar. Dhe ai la shumë, domethënë boshllëk muzikës shqiptare që besoj që ai do kujtohet gjithmonë, do kujtohet sepse la hite në muzikën shqiptare, la këngë që do vallëzohen vazhdimisht, janë goxha, janë pasuri ato, pasuri të trashëgimisë kulturore, që nuk do shuhen kurrë. Edhe ai la pasurinë e vet, domethënë edhe biologjike, tek familja e vet, një djalë, edhe ajo është goxha e madhe sepse la një trashëgues të tij, dhe uroj inshallah ka fatin e mirë të ketë një domethënë të jetë një artist i madh, siç ishte babai i tij. Dhe mbi të gjitha është ne shqiptarët, ne du ta kujtojmë atë, se çfarë na la tani, ne du ta kujtojmë, ne duhet kujtojmë edhe atë që la trashëgimi ai, që shteti, njerëzit mos ta braktisin, domethënë familjen e tij, por të vazhdojmë ta duam, të vazhdojmë ta suportojmë, sepse është një amanet i tij, të cilën ne duhet ta vlerësojmë, sepse siç na la një trashëgimi muzikën e tij modeste, ashtu edhe ne duhet bëjmë atë që ta vlerësojmë e ta kujtojmë gjithmonë si një artist të madh të muzikës së tij, sepse muzika ka shumë zhanra, por ai kishte muzikën e mirëfillt të tij, të cilën e gërshetonte me popin, edhe me folkun e me gjitha. Pra kishte ai la, mund thuash më tepër, la patenten e tij. Dhe kjo është shumë për një djalë të ri, vetëm 40 vjeç. Pra është domethënë është një punë e tij 20 vjeçare që ka punuar shumë, edhe por fati i jetës ja la në mes të gjitha të projektet e tij që kishte dhe ëndrat e tij. Nuk mund të flas asnjë gjë tjetër sepse është një moment ku edhe unë ndihem shumë keq në këtë moment që flas, ai sapo ka lënë, domethënë dje ka lënë jetën dhe ka shkuar në botën e engjëve për ta kujtuar gjithmonë, edhe është akoma e dhimbshme
tani që po flasim ne, është e dhimbshme të flasësh sa shpejt e sa mizore ishte kjo jetë ndaj atij. Është gjithë atyre që kanë humbur të mosh, është fatkeqësi e madhe. Zoti Caka, unë ju falenderoj për praninë dhe kohën tuaj këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj shumë, më keni zënë një periudhë që jam shumë i ngarkuar për arsye se me qenë se gjejmë një ditë feste edhe ashtu, por ja vlente sa herë që kemi një moment të tillë ku duhet respektuar dhe vlerësuar dhe kujtuar gjithmonë një kaktar si Shpat Kasapi, jemi gjithmonë të gatshëm dhe nuk ka asnjë lloj. Dhe unë ju falenderoj shumë për kohën që më dhat për ta kujtuar gjithmonë atë artist të madh. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.